Besoj e keni lexuar intervistën e Gabriel Escobar, nuk ka asnjë premtim, zotim nga zoti Kurti për atë që duket se është detyra e parë dhe kryesore e Kosovës, Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe. Po, faktikisht është ashtu, domethënë palët nuk kanë pas një progres qoftë nga Kosova apo dhe Serbia, qëndrojnë në pozicionet e tyre fillestare në dialog. Të njëjtën kohë, domethënë kemi pasur probleme të një natyre, si më thonë kështu, qoftë politike, qoftë edhe ligjore, për faktin se të dyja palët nuk janë duke zbatuar marrëveshjen e Ohrit. Dhe të njëjtën kohë kjo marrëveshje e cila ka qenë më 11 nene ka kaluar pa protokolle dhe nënshkrime, sidomos për fajin e palës serbe. Arsyeja pse kjo domethënë ka kalu kështu është sepse presidenti Vučić nuk pranoi të nënshkrojë këtë marrëveshje dhe më njëherë pas arritjes së kësaj marrëveshje kemi pa kontestimin e Serbisë duke parë Kosova që aplikon për anëtarësim në Këshillin e Evropës. Ajo në kundërshtim me marrëveshjen e Ohrit, si më thonë, filloi duke kundërshtuar Kosovën për pranim në organizata ndërkombëtare, dhe si më thonë, kështu bashkia ndërkombëtare nuk e ndeshkoi, si më thonë, Serbinë, por e ndeshkoi Kosovën, ndoshta jo krejt pa fajin e Kosovës, pasi që Kosova pat një, si më thonë, rol në deeskalimin e situatës në veriun e Kosovës dhe ky deeskalim nuk u bë domethënë më shpejt përmes shkarkimit të atyre kryetarëve në veriun e Kosovës, por munduan që përmes disa proceseve dhe akteve nënligjore të prolongohet dorëheqja e kryetarëve në veriun e Kosovës. Aty ku e thatë jo, domethënë detyra e parë e qeverisë së Kosovës është, si më thonë, që të deeskalojë shumë shpejt situatën në veriun e Kosovës, në ndë të krijojë domethënë klimë bashkëpunimit dhe dialogut që përmes ekspertëve të qeverisjes lokale krijon një draft statut